Në tregun e Maqedonisë së Veriut ka një rritje të dyfish, ndoshta edhe 150% e dikund edhe 100%, për arsye të kanë ndikuar shumë faktorë. Një ndër faktorët kryesorë, domethënë, ka të bëjë me rritjen e çmimeve të materialeve të ndërtimit, të cilat për çdo ditë po rriten, domethënë edhe pjesa e fuqisë punëtore është në rritje sipër dhe kjo bën që në Maqedoninë e Veriut të ketë rritje të çmimeve. Sigurisht këto ndikojnë edhe faktorë të tjerë. Për 4 vitet e fundit, 5 vitet e fundit nga pandemia e këndej edhe lufta në Ukrainë dhe në vende tjera ka bërë që çmimet të rriten. Por këtu ka edhe faktorë tjerë të cilët bëjnë të mundshme rritjen e çmimeve të banesave ose patundshmërisë në përgjithësi. Faktorë tjerë sigurisht janë migrimi nga fshati në qytet, gjithashtu ka të bëjë me pjesën e Maqedonisë e cila është në qendër për si pjesë e Ballkanit perëndimor për të futur në Bashkinë Evropiane, ku ndikon edhe pjesët e shteteve tjera të bëjnë blerjen këtu, siç është Turqia, e cila sigurisht një pjesë të madhe të qytetarëve kohë të fundit bëjnë blerjen këtu. Gjithashtu ka të bëjë edhe me qytetarët tonë të cilët punojnë në botën e jashtme, të cilët për fat keq më shumë preferojnë qytetin se fshatin, dhe kjo është një ndër kushtet që elementi i cili bën kërkesën e madhe të apartamenteve, dhe një ndër faktorët kyç është se në Maqedoni për fat keq nuk ka ndonjë mundësi për parat e gatshme të futen të investohen, dhe kjo si siguri e veçantë është blerja e një apartamenti të secili qytetari i cili ka ca para, sigurisht më i sigurt është të fusë në një apartament i cili bën të mundur ose ta jep me qira ose po ta ruaj kapitalin në të ardhmen, duke menduar që ky çmim vjen në rritje sipër. Ne ndërtojmë për të gjithë. Për diasporën sigurisht në Strug, në Maqedoninë perëndimore më shumë dua të them ndërtojmë për diasporën, e thash edhe më herët, por jo vetëm. Sigurisht që në pjesën e Strugës dhe Ohridit si vend turistik ka të bëjë edhe turizmi, ku shumë qytete tjera nga Tetova, Shkupi, Gostivari bëjnë blerje të apartamenteve, po ashtu edhe një pjesë e shtetasve të huaj të cilët si vend turistik e zgjedhin Strugën. Dhe përveç asaj, sigurisht që në Strugë dhe Ohër, duke parë parasysh që edhe zhvillimi i infrastrukturës vjen në rritje e sipër dhe vitet e ardhshme sigurisht do të ketë një infrastrukturë shumë pozitive dhe kjo do ta bëjë një rritje plus. Normalisht që qyteti i Shkupit është një qytet i cili ka një rritje të çmimeve deri në 150% për arsye se koncentrimi i madh i popullatës nga gjithë Maqedonia që është aty si vende, si qendër, si metropol, e bën që çmimet të rriten në vazhdimsi, duke marrë parasysh që atje janë të gjithë institucionet shtetërore ku popullata gjen veten dhe ka edhe punësime të reja nga qytetet tjera dhe nga fshatra të tjera. Një gjë mund ta them me bindje se ulja e çmimeve nuk do të ndodhë. Për arsye se ne në Maqedoni kemi mungesë të fuqisë punëtore, edhe pse pagat në Maqedoni tani janë rritë rreth 100% dhe mungesa e fuqisë punëtore sigurisht do të bëjë që të rritet puna për të ndërtuar një objekt dhe të jetë akoma më lart, domethënë rritja është deri 100 deri 150%, dhe të vazhdoj të rritet për arsye të mungesës fuqisë punëtore dhe materialeve tjera. Besoj që 2 vitet e ardhshme do të jetë ky çmim ndoshta edhe me një rritje pak të ndjeshme, por sigurisht që çmimet nuk do të ulen sepse
është pjesa e cila e krijon këto apartamente, të cilët janë element kryesor për ndërtimin e këtyre apartamenteve, nuk do të ketë ramje të çmimeve.